Një burr i thjesht fsheh një talent të jashtëzakonshëm që fati do ta detyrojë ta zbulojë përpara një publiku që do t'ia ndryshojë jetën përgjithmonë. Një sipërmarrëse e fuqishme do të zbulojë se jo çdo pushtet mund të blejë dinjitetin dhe se ndonjëherë shpëtimi vjen nga duart më të papritura. Mes muzikës, krenarisë dhe shanseve të dyta, një histori transformimi është gati të fillojë. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Alarmi ra në orën 3 të mëngjesit, si gjithmonë. Arben Selimi hapi syt në atë çast, pa pasur nevojë për më shumë se pak sekonda për t'u zgjuar plotësisht. Rutina 5-vjeçare e kishte modeluar trupin dhe mendjen e tij për atë ritual të heshtur. U ngrit nga krevati i ngushtë, rregulloi çarçafët pa bërë zhurmë dhe eci drejt banjës. Pasqyra pasqyronte një burr 42 vjeçar, me flokë të errët që kishin filluar të zbardheshin në tëmtha, sy të lodhur por të vendosur. 20 minuta më vonë, ishte veshur me uniformën blu të errët të Qendrës Kulturore të Tiranës. Këmisha kishte emrin e tij të qëndisur me shkronja të vogla në gjoksin e majt, fshat poshtë logos së institucionit. Arbeni mori çelësin e apartamentit, verifikoi nëse dritani po flinte ende thellë në dhomën ngjitur dhe doli për një tjetër ndërres pune. Rrugët e kryeqytetit ishin të shkretuara në atë orë. Vetëm disa taksi dhe autobus nate përshkonin bulevardet e ndriçuara nga shtyllat e verdha. Arbeni ecte 6 bloqe deri në punë, gjithmonë nëpër të njëjtën rrugë, gjithmonë me të njëjtin ritëm. Qendra kulturore ishte një ndërtisë madhështore me arkitekturë moderne, me xhama pasqyrë dhe kopshte të mirëmbajtura në hyrje. Gjatë ditës, ajo priste qindra vizitor për ekspozita, shfaqje teatrale dhe koncerte. Gjatë natës, ajo i përkiste Arbenit dhe ekipit të tij të pastrimit. Ai e njihte çdo centimetër të atij vendi. E dinte se ku karriget e auditortit kryesor bënin më shumë zhurmë kur lëviznin, njihte eon e veçantë të çdo salle, dinte në cilat banja rubineti pikonin dhe cilat llamba dridheshin para se të digjeshin. Qendra ishte bërë shtëpia e tij e dytë, një strehë e heshtur ku mund të punonte pa ndërveprime të panevojshme. Arbeni fillonte gjithmonë nga kati përdes. Fshinte korridoret, pastronte xhamat e recepcionit, organizonte karriget e hollit kryesor. Lëvizjet e tij ishin të sakta dhe ekonomike, fryti viteve të përvojës. Nuk kishte nxitim, por as kohë të humbur. Çdo detyrë kishte momentin e saj të saktë, çdo mjedis ritualin e vet specifik të pastrimit. Auditori kryesor ishte gjithmonë i fundit. Ishte gjithashtu vendi që e prekte më shumë, edhe pas aq shumë vitesh. Radhët e koltukëve të kuq dukeshin sikur prisnin një publik që do të mbërrinte vetëm pas disa orësh. Skena e zbrazët, e ndriçuar vetëm nga dritat e emergjencës, ruante sekrete të shfaqjeve të kaluara dhe të ardhshme. Arbeni fshinte skenën me kujdes të veçantë, sikur po përgatiste një altar. Ndonjëherë, kur ishte i sigurt se ishte vetëm, ndalonte pak sekonda në qendër të skenës dhe shihte koltukët e zbrazët. Në mendjen e tij mund të dëgjonte eot e duartrokitjeve që nuk i kishte jetuar kurrë, zëra që nuk i kishte dëgjuar kurrë të këndonin aty. Ishte në ato momente që një dhimbje e njohur i shtrëngonte gjoksin, duke i kujtuar një kohë kur ai vetë kishte ëndërruar të ishte në anën tjetër të atyre dritave. Por momentet e nostalgjisë zgjasnin pak. Arbeni tunte kokën, sikur donte të dëbonte fantazmat dhe i kthehej punës. Kishte katin e dytë për të pastruar, pastaj të tretin. Kishte salla provash, dhoma zhveshjeje, zyra administrative. Kishte një rutinë për të përmbushur, një rrogë për të garantuar, një djalë që varej prej tij. Në orën 5:30 të mëngjesit, Arbeni bënte një pauzë për kafe. Ulej. Në dhomën e personelit, një mjedis i vogël dhe i ngushtë në fund të ndërtesës dhe përgatiste një kafe të zezë të fortë. Ishte momenti i tij i pushimit, 15 minutat e tij të qetësisë para se të mbaronte ndërresën. Ndonjëherë lexonte gazetën, ndonjëherë thjesht qëndronte aty në heshtje, duke dëgjuar zhurmat e para të qytetit që zgjohej. Ishte gjatë një prej këtyre pauzave që Luani, mbikëqyrësi i pastrimit, u shfaq me një lajm që do të ndryshonte rutinën e Arbenit. Do të ketë një ngjarje speciale javën e ardhshme, tha Luani, duke hedhur kafe dhe duke u ulur në tavolinën e vogël. Bamirësi. Do të vinë njerëz të rëndësishëm, artistë të famshëm. Drejtoria kërkon që gjithçka të jetë e përsosur. Arbeni pohoi me kokë, duke pirë kafen e tij. Ngjarjet speciale gjithmonë nënkuptonin punë shtesë, orare të zgjatura, më shumë presion që gjithçka të dilte në mënyrë perfekte.
Ai kishte marrë pjesë në shumë raste të tilla përgjatë viteve. Ka një listë artistësh të konfirmuar këtu, vazhdoi Luani, duke nxjerrë një letër nga xhepi. Bora Aliu do të jetë prezantuesja kryesore. Emri bëri që Arbeni të ngrinte syt nga filxhani. Bora Aliu ishte një nga personalitetet më të fuqishme të argëtimit në vend. Aktore e vlerësuar, sipërmarrëse e suksesshme, pronare e një prej kompanive më të mëdha të produksionit në Shqipëri. Fytyra e saj ishte vazhdimisht në kopertinat e revistave, opinioni i saj citohej në gazeta, prania e saj në ngjarje ishte garanci për mbulim mediatik. Ajo do të prezantoj të gjithë aktivitetin, tha Luani. Thonë se po e organizon për të mbledhur fonde për projekte sociale. Gjë e rëndësishme. Arbeni mbaroi kafen në Heshtje. Ngjarjet me personalitetet e këtij kalibri gjithmonë sillnin shumë lëvizje, shumë siguri, shumë kujdes për çdo detaj. Ai duhej të dyfishonte vëmendjen për të garantuar që gjithçka të ishte perfekte. Në orën 6 të mëngjesit, ndërresa e Arbenit mbaronte. Ai rregullonte pajisjet e pastrimit, ndërronte uniformën me rroba të zakonshme dhe ecte mbrapsht për në shtëpi. Rrugët tani tregonin shenjat e para të ditës që po fillonte. Furat e bukës po hapeshin, njerëzit po dilnin për në punë, trafiku po rritej gradualisht. Apartamenti ku Arbeni jetonte me djalin ishte i vogël por i organizuar. 2 dhoma, një sallon, kuzhinë dhe banjë. Mobilje të thjeshta, por gjithçka e pastër dhe e mirë mbajtur. Në sallon, një bibliotekë me libra dhe disa lodra të dritanit. Në mur, fotografi të familjes, ai, djali dhe një grua me buzëqeshje të ëmbël që nuk ishte më e pranishme në jetët e tyre. Arbeni shkoi direkt në kuzhinë. Në orën 6:15 të mëngjesit fillonte rutina e tij e dytë ditore, përgatitja e mëngjesit për dritanin. Bukë integrale, reçel, qumësht me kakao, një frull. Gjithmonë e njëjta sekuencë, gjithmonë me të njëjtin kujdes. Ndërsa përgatiste tavolinën, dëgjonte tingujt e parë që vinin nga dhoma e djalit. Dritani po zgjohej. Mirëmëngjes, kampion, tha Arbeni kur djaloshi 8 vjeçar u shfaq në kuzhinë, ende me pijame, flokë të shpupuritur. Dritani kishte sytë e gjelbër të sëmës dhe buzëqeshjen e turpshme që Arbeni e njihte në fytyrën e tij. Mirëmëngjes, babi, u përgjigj Dritani, duke u ulur në tavolinë dhe duke sulmuar menjëherë bukën me reçel. Ndërsa djali hante mëngjes, Arbeni ndante mjetet shkollore, verifikonte nëse çanta e ushqimit ishte e pastër, kontrollonte agjendën e aktiviteteve të shkollës. Më pas, ulej pranë Dritanit dhe e ndihmonte me lidhset e atletëve. Ishte një ritual që të dy e vlerësonin, një moment lidhjeje të heshtur mes babait dhe djalit. Sot ke edukim fizik, pyeti Arbeni, duke rregulluar lidhset me kujdes. Po. Dhe mësuese shpresa tha se javën tjetër do të prezantojmë një këngë në festën e shkollës. Arbeni ndaloi për një sekond, gishtat ende të lidhëse. Këngë? Po. Çdo klas do të këndoj diçka. E jona do të këndoj atë këngën që ti i këndoj gjithmonë mamit, tha Dritani, i pafajshëm për dhimbjen që shkaktonin fjalët e tij. Arbeni mbaroi së lidhuri atletet në Heshtje. Kishte shumë këngë që ai këndonte lules, bashkëshortes që ishte larguar 5 vite më parë, viktimë e një sëmundjeje që erdhi shpejt dhe pa mëshirë. Shumë net, ai kishte kënduar asaj në spital, duke i mbajtur dorën, duke i premtuar se gjithçka do të bëhej mirë. Pasi ajo iku, Arbeni nuk mundi të këndonte më kurrë. Zëri thjesht refuzonte të dilte, sikur një pjesë e shpirtit të tij të ishte larguar bashkë me të. Hajde, se u bë koha për shkollë, tha Arbeni, duke u ngritur dhe duke marrë çantën e djalit. Shkolla ishte 3 bloqe larg apartamentit. Arbeni e shoqëronte gjithmonë Dritanin deri te dera, priste që ai të hynte, shkëmbente disa fjalë me mësuese shpresën nëse ishte e nevojshme. Ishte një baba i pranishëm, edhe me rutinën e rëndë të punës së natës. Babi, tha Dritani para se të hynte në shkollë, a mendon se këndoj mirë? Arbeni pa djalin e tij, duke parë te ai tipare të lules që ndonjëherë dhimbnin fizikisht. Ti këndon shumë mirë, kampion. Mami do të ishte krenare. Dritani buzëqeshi dhe hyri me vrap në shkollë. Arbeni qëndroi aty disa çaste, duke vështruar ndërtesën e verdhë ku djali i tij kalonte mëngjeset. Më pas, eci mbrapsht për në shtëpi, ku do të përpiqej të flinte disa orë para ndërresës tjetër. Apartamenti u bë përsëri i heshtur.
Arbeni mbylli perdet e dhomës, ushtri në krevat dhe u përpoq të largonte mendimet për muzikën, për lulen, për një kohë kur ai kishte ëndërruar të ngjitej në skena si ajo që pastronte çdo natë. Por gjumi vonoi të vinte dhe kur erdhi, ishte i ngarkuar me ëndra që ai preferonte t'i harronte. Javën e ardhshme, ngjarja bamirëse e Bora Aliut do të ndodhte në qendrën kulturore. Arbeni nuk e dinte ende, por ajo natë do t'ia ndryshonte jetën në një mënyrë që ai kur nuk mund ta imagjinonte. Burri që kishte fshehur zërin e tij bashkë me kujtimet e lules ishte gati të zbulonte se disa dhunti janë shumë të mëdha për të mbetur të varrosura për gjithmonë. Ditët që i paraprin ngjarjes bamirëse kaluan si një stujë e kontrolluar në qendrën kulturore. Ekipi i pastrimit u përforcua, oraret u përshtatën dhe çdo detaj u kontrollua dhe rikontrollua shumë herë. Arbeni e gjeti veten duke punuar me ndërresa të dy fishta, duke ardhur më herët dhe duke ikur më vonë, për të garantuar që gjithçka të ishte e patëmet për praninë e Bora Aliut dhe të ftuarve të saj të shuar. Luani shpërndau udhëzime specifike për çdo punonjës. Auditori kryesor duhej të shkëlqente sikur të ishte hera e parë që dikush shkelte aty. Dhomat e zhveshjes duhej të ishin të pajisura me lule të freskëta dhe ujë mineral të importuar. Korridoret duhej të dylloseshin me një produkt special që nuk linte shenja këpucësh. Çdo banjë duhej t'i nënshtrohej një inspektimi rigoros 3 herë në ditë. Arbeni i përpiu të gjitha udhëzimet me seriozitetin e tij të zakonshëm. Ai e njihte rëndësinë e këtyre ngjarjeve për reputacionin e qendrës kulturore. E dinte se një dështim i vetëm mund të gjeneronte kritika që do të zgjasnin me muaj. Por kishte diçka më shumë në atë ngjarje specifike që e bënte të shqetësuar, një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte. Të njëjtën para aktivitetit, Arbeni po pastronte pasqyrat e dhomës kryesore të zhveshjes kur dëgjoi zëra në korridor. Ekipi i produksionit të Bora Aliut kishte mbërritur për të bërë rregullimet e fundit teknike. Ai uli ritmin e punës duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen, ndërsa dëgjonte bisedat që rridhnin nëpër dyert e hapura. Bora dëshiron që ngjarja të ketë një prekje personale, thoshte një zë femëror. Diçka që tregon se si ajo lidhet me njerëzit e thjeshtë, e kupton? Marketing afërsie. E përkryer. Kam menduar tashmë për disa mundësi, u përgjigj një zë mashkullor. Mund të ftojmë dikë nga publiku të ngjitet në skenë. Dikë që përfaqëson popullin që përfiton nga projektet. Arbeni vazhdoi të pastronte, por fjalët ewan në mendjen e tij. Ai kishte punuar në mjaft ngjarje për të dalluar kur diçka ishte e sinqertë dhe kur ishte thjesht strategji imazhi. Kishte një ndryshim midis të ndihmuarit të njerëzve dhe përdorimit të njerëzve për t'u dukur sikur po ndihmon. Atë natë, kur mbërriti në shtëpi, dritani ishte në tavolinën e kuzhinës duke bërë detyrat e shtëpisë. Djaloshi ngriti syt kur hyri ati dhe Arbeni vuri re një shprehje të shqetësuar në fytyrën e vogël. Babi, a mund të pyes diçka, tha dritani, duke lënë lapsin. Sigurisht, kampion. Çfarë ka? Mësuese shpresa pyeti nëse do të vish në festën e shkollës për të më dëgjuar duke kënduar. Unë i thash se ti punon natën, por ajo tha se festa do të jetë pasdite. Arbeni u ul pranë djalit duke ndjer peshën e njohur të fajit. Kishte humbur aq shumë shfaqje shkollore, aq shumë momente të rëndësishme për shkak të orareve të punës. Në cilën ditë është festa? Të premten tjetër. A mund të vish? Do të përpiqem, mirë? Do të flas me Luanin për të parë nëse mund ta ndërrojë ndërresën. Dritani buzëqeshi, por Arbeni vuri re se djaloshi kishte mësuar tashmë të mos krijonte shumë pritshmëri. Ky perceptim dhembi më shumë se çdo kritik apo ankesë që mund të bëhej. Të premten, ditën e ngjarjes bamirëse, zhurma në qendrën kulturore filloi herët. Arbeni mbërriti në punë në orën 2 të pasdites, 4 orë para orarit të zakonshëm, për rregullimet finale. Ndërtesa zjente nga teknik, producent, roje sigurie dhe gazetar. Kamion me pajisje bllokonin hyrjen kryesore dhe kabllot elektrike gjarpëronin nëpër korridore si vena të ekspozuara. Arbeni qëndroi i padukshëm, si gjithmonë. Bënte punën e tij me efikasitet duke ju shmangur ekipeve të produksionit, duke shmangur kontaktin me sy me gazetarët, duke garantuar që gjithçka të ishte e përsosur pa penguar programin e ngjeshur të montimit. Në orën 5 të pasdites, mbërriti Bora Aliu. Arbeni e pa atë fillimisht nga larg, duke zbritur nga një syve e zezë me xhama të errët.
Ajo mbante një fustan blu të errët elegant, këpucë me tak të lartë që eonin në korridoret prej mermeri dhe kishte një prani që mbushte çdo mjedis ku hynte. Bora ishte një grua 45 vjeçare, me flokë bjond të mirëmbajtur, buzëqeshje profesionale që dukej sikur ishte gjithmonë e ndezur. Ajo u prit nga drejtoria e qendrës kulturore me të gjitha nderimet e pritura. Arbeni vëzhgoi shoqërimin që kalonte nëpër hallin kryesor ndërsa organizonte në mënyrë diskrete karriget që ishin lëvizur nga teknikët. Bora përshëndeste çdo person me të njëjtin intensitet të llogaritur, duke bërë që secili të ndiej i veçantë për saktësisht 15 sekonda. Ngjarja është madhështore, i thoshte Bora drejtorit të qendrës ndërsa kalonin pranë Arbenit. Vërtet i keni të i kaluar pritshmëritë. Është nder t'ju presim këtu, u përgjigj drejtori. Ekipi ynë ka punuar shumë që gjithçka të jetë e përsosur. Arbeni vazhdoi punën e tij, por nuk mundi të mos vinte re se si Bora shite rreth e rrotull. Sytë e saj dukeshin sikur katalogonin çdo detaj, çdo person, çdo mundësi. Kishte një inteligjencë të mprehtë në atë vështrim, por edhe një ftohtësi që Arbeni e lidhte me njerëzit e mësuar ta shihnin botën si një skenë të madhe për performancat e tyre. Në orën 7 të mbrëmjes, të ftuarit filluan të mbërrinin. Arbeni vëzhgonte nga dhoma e personelit përmes një dritareje të vogël që shihte nga holli kryesor. Ishte një parakalim njerëzish elegant, fustane të shtrenjta, bizhuteri që shkëlqenin në dritat e abazhurit qendror. Politikan, artist, sipërmarrës, të gjithë aty për të parë dhe për t'u parë, për të kontribuar për një kauzë fisnike dhe, kryesisht, për t'u fotografuar duke kontribuar për një kauzë fisnike. Arbeni e dinte se duhej të shkonte në shtëpi në atë moment. Ndëresa e tij zyrtare kishte mbaruar dhe dritani do ta priste për darë. Por diçka e bënte të hezitonte. Ndoshta ishte kurioziteti, ndoshta fakti që kishte punuar aq shumë që ajo ngjarje të ndodhte. Ose ndoshta ishte një intuit e papërcaktuar se ajo natë do të ishte ndryshe. Luani u shfaq në dhomë, i djersitur dhe dukshëm i tensionuar. Arben, më duhet të qëndrosh edhe një orë. Një nga kamerierët nuk u shfaq, dhe Bora kërkoi specifikisht që të gjithë punonjësit të jenë në dispozicion nëse ajo ka nevojë për diçka. Nuk ka problem, tha Arbeni, megjithse e dinte se do të mbërrinte në shtëpi shumë pas orarit të darkës së dritanit. Aktiviteti filloi pikërisht në orën 8 të mbrëmjes. Arbeni mund të dëgjonte fjalimet dhe prezantimet nga auditori kryesor ndërsa pastronte banjat e hollit. Bora ishte një prezantuese e lindur, e dinte saktësisht se kur duhej të bënte një pauzë për të qeshura, kur të rriste intensitetin e zërit për të emocionuar, kur të buzëqeshte për kamerat që transmetonin gjithçka drejt për drejt përmes rrjeteve sociale. Kjo natë nuk është për mua, thoshte zëri i amplifikuar i Borës përmes sistemit të zërit. Është për të dhënë mundësi për ata që kanë më shumë nevojë. Është për të besuar se çdo person ka një talent të veçantë që pret të zbulohet. Fjalët ewan në për korridoret e zbrazta ku Arbeni punonte. Ai ndaloi për një moment me leckën e pastrimit në dorë duke menduar për talentet të zbuluara dhe talentet të varrosura. Mendoi për Lulen, e cila thoshte gjithmonë se ai kishte një zë që mund të emociononte turma. Mendoi për dritanin, i cili kishte trashëguar nga jama aftësinë për të besuar në ëndra të pamundura. Gradualisht, zhurma në auditor u rrit. Kishte prezantime muzikore, dëshmi të njerëzve që kishin përfituar nga projektet sociale, ankan veprash arti të dhuruara nga artistë të famshëm. Arbeni vazhdoi të punonte, por një pjesë e mendjes së tij ishte e lidhur me atë që po ndodhte në anën tjetër të mureve. Ishte atëherë kur dëgjoi emrin e tij duke u thirrur nga sistemi i njoftimeve të ndërtesës. Arben Selimi, nga ekipi i pastrimit, ju lutem paraqituni menjëherë në auditorin kryesor. Arbeni mbeti i ngrirë në mes të korridorit duke mbajtur leckën e pastrimit duke u përpjekur të kuptonte pse po thirrej. Kishte ndonjë problem? Diçka që duhej pastruar urgjentisht? Ai kur nuk ishte thirrur në auditor gjatë një aktiviteti. Luani u shfaq duke vrapuar nëpër korridor, po aq i konfuz. Arben, a bëre diçka? Pse po pyet Bora për ty? Nuk e di. Nuk bëra asgjë përveç pastrimit. Mirë, më mirë shko atje të shohësh çfarë kërkon. Dhe i sjellshëm për hir të Zotit. Ajo grua mund t'ia mbyll karrierën kujtdo prej nesh. Arbeni la leckën në stacionin më të afërt të pastrimit, rregulloi uniformën dhe eci drejt auditorit kryesor. Hapat e tij eonin në korridorin e zbrazët dhe ai ndjente zemrën t'i rrite fort pa e kuptuar pse.
Kur mbërriti të dyert e auditorit, një roje sigurie e njohu dhe i bëri shenjë të hynte. Auditori ishte plot. 500 njerëz elegant zinin të gjithë koltukët e kuq që Arbeni i kishte pastruar me aq kujdes. Dritat e skenës ishin të ndezura dhe Bora Aliu ishte aty në qendër me një mikrofon në dorë dhe një buzëqeshje që dukej më e madhe dhe më e shndritshme se çdo dritë tjetër në mjedis. Ah, ja ku është ai, tha Bora kur pa Arbenin të qëndronte në hyrje. Të gjithë do të dëshiroja të njihnin Arbenin, një nga punonjësit më të përkushtuar të kësaj qendre kulturore. Arbeni ndjeu të gjitha kokat të ktheheshin drejt tij. Flashet e kamerave filluan të shkrepinin. Ai mbeti i palvizur, duke mos ditur nëse duhej të ecte, të fliste, apo thjesht të ikte me vrap që andej. Arben, hajde këtu, mos u bëj i turpshëm, vazhdoi Bora, duke bërë shenjë që ai të afrohej në skenë. Kjo natë është për t'u dhënë mundësi njerëzve si ty. Fjalët e goditën Arbenin si një grusht në stomak. Njerëzve si ty. Ai e kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte. Ai nuk ishte i ftuar në atë aktivitet. Ai ishte argëtimi. Atraksioni egzotik. Punonisi i përulur që do të përdorej për të treguar se sa bujare dhe e afërt me popullin ishte Bora. Por kishte 500 palë sy të fiksuar mbi të, kamera që transmetonin drejt për drejt dhe një presion social të pamundur për t'u injoruar. Arbeni filloi të ecte drejt skenës, çdo hap peshonte si plumb, çdo frymëmarrje kërkonte përpjekje të vetëdijshme. Eja, Arben, tha Bora, duke i zgjatur dorën për ta ndihmuar të ngjitej në skenë. Jam e sigurt se ti ke ndonjë talent të veçantë për të ndarë me ne. Arbeni pranoi dorën e saj dhe u ngjit në skenë. Dritat ishin më intensive se sa kishte imagjinuar. Publiku ishte një det me fytyra kurioze dhe buzëqeshje mospërfillse. Ai mund të shihte gazetarët duke shënuar në bloqe, kameramanët duke rregulluar këndet, njerëzit duke fotografuar me telefona celular. Pra, Arben, tha Bora, duke mbajtur ende mikrofonin, më trego pak për veten. Sa kohë keni që punoni këtu? Arbeni u afrua te mikrofoni, zëri i doli i ngjirur dhe i ulët. 5 vite. 5 vite. Çfarë përkushtimi i admirueshëm. Dhe më thanë se keni familje. A jeni i martuar? Pyetja e goditi Arbenin si një te. Ai mund të ndjente kurthin duke u mbyllur, mënyrën se si Bora po e drejtonte atë bisedë për të nxjerrë maksimumin e emocionit nga situata. Jam i ve, tha Arbeni, fjalët dolën më të thata se sa kishte planifikuar. Një pëshpërim përshkoi publikun. Bora pohoi me një shprehje mëshire të rreme që Arbeni e njohu menjëherë. Sa guximshëm nga ana juaj të vazhdoni përpara. Jam e sigurt se bashkëshortja juaj do të ishte krenare t'ju shihte këtu sot. Dhe më thanë se ju këndoni. A është e vërtet? Arbeni qëndroi në heshtje për disa sekonda. Pyetja e në auditor si një e largët e një jete të mëparshme. Po, ai këndonte. Kishte kënduar për Lulen në netët e vështira në spital. Kishte kënduar për Dritanin kur ishte foshnjë. Kishte kënduar vetëm në apartamentin e zbrazët pasi ajo iku, derisa zëri thjesht refuzoi të dilte. Por si t'ja shpjegonte këtë një publiku prej 500 njerëzish? Si të tregonte se zëri i tij ishte larguar bashkë me gruan që donte? Si të thoshte se këndimi ishte bërë i pamundur pa u dukur dramatik apo i vetë mëshiruar? Dikur këndoja, tha Arbeni më në fund. Sa mrekulli, thiri Bora, sikur sapo të kishte zbuluar një thesar. Çfarë mendoni të këndojmë diçka bashkë për këtë publik aq special? Jam e sigurt se do të ishte frymëzuese. Arbeni ndjeu botën të rrotullohej rreth tij. Po manipulohej, po përdorej, po shndërrohej në spektakël për argëtimin e njerëzve që kur nuk u interesuan për ekzistencën e tij. Por kishte diçka më shumë në atë situatë që e shqetësonte thellësisht, mënyra se si Bora e shihte atë, sikur të ishte një objekt interesant në një vitrinë, diçka kurioztare për t'u ekspozuar dhe pastaj për t'u hedhur. Ai mendoi për Dritanin, i cili ishte në shtëpi duke pritur darkën. Mendoi për Lulen, e cila thoshte gjithmonë se zëri i tij ishte një dhuratë që duhej ndarë. Mendoi për të gjitha vitet e heshtjes, për të gjitha momentet kur e kishte ruajtur muzikën brenda gjoksit sikur të ishte një sekret i rrezikshëm. Dhe atëherë, pa e kuptuar plotësisht pse, Arbeni pohoi me kokë. Heshtja që pushtoi auditorin ishte shurdhuese. 500 fytyra të kthyera drejt Arbenit, 500 palë sy që prisnin një spektakël.
Bora Ali u buzëqeshte pranë tij, por kishte diçka grabitqare në atë buzëqeshje, sikur ajo e dinte saktësisht sikletin që po shkaktonte dhe po kënaqej me këtë. Arbeni pa drejt publikut dhe pa në fytyrat e tyre të njëjtën shprehje që njite në rrugë kur kalonte me uniformë, një përzierje indiference dhe kurioziteti morbid. Nuk ishin njerëz që shihnin një njeri. Ishin konsumator që shihnin një produkt, spektator që prisnin argëtim. Çfarë këngë dëshiron të këndosh, Arben? Pyeti Bora, duke zgjatur mikrofonin drejt tij. Arbeni mori mikrofonin me duart që i dridheshin në mënyrë të padukshme. Ai mund të ndjente peshën e heshtjes, presionin e pritshmërive, nxehtësinë e dritave të skenës në fytyrën e tij. Gjatë 5 viteve e kishte shmangur këtë moment, kishte ndërtuar një jetë të tërë rreth idesë për të mos kënduar më kurrë. Dhe tani ishte aty, i ekspozuar përpara të huajve, duke u detyruar të hapte plagë që ende rridhnin gjallë. Unë, filloi Arbeni, me zërin që i dridhej. Unë di kur këndoja Zbuluesi i 7 detit. Ishte një këngë klasike, një balad për udhëtimet dhe zbulimet që ai kishte kënduar pafund herë lules gjatë muajve të saj të fundit në spital. Ishte gjithashtu kënga që luej në radio kur u njohën 15 vite më parë në një festë të fundvitit në kompaninë ku ajo punonte si sekretare. Zgjedhja e përkryer, tha Bora, duke u larguar disa hapa për t'i lënë hapësirë. Të gjithë e njohin këtë këngë. Hajde, Arben, na trego talentin tënd. Arbeni mbylli sytë për një moment. Mund të ndjente parfumin e shtrenjtë të Borës të përzier me erën e tapetit të ri të auditorit. Mund të dëgjonte zhurmën diskrete të aparateve fotografik, përshpërimat e bisedave të ulta, zhurmën e kondicionerit. Hapi sytë dhe pa publikun që priste, disa me buzëqeshje pritjeje, të tjerë me shprehje të mërzitura. Ishte atëherë kur pa, në radhën e 4, një djalë rreth 10 vjeç të ulur mes të rriturve të panjohur. Djaloshi ishte qartësisht në siklet, i strukur në koltukun e kuq, duke parë këpucët e veta sikur donte të zhdukej. Arbeni njohu në atë qëndrim të njëjtin siklet që ai vetë po ndjente dhe diçka lëvizi brenda gjoksit të tij. Nuk po këndonte për Borën apo për publikun elegant. Nuk po këndonte për kamerat apo për aktivitetin bamirës. Po këndonte për atë djalë që dukej po aq i humbur sa ai, për dritanin që ishte në shtëpi duke pritur të atin, për lulen që nuk ishte më aty për ta dëgjuar. Arbeni afroi mikrofonin te buzët dhe filloi. Nota e parë doli e ngjirur, hezituese, e ngarkuar me 5 vite heshtje. Por kur erdhi e dyta dhe pastaj e treta, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Zëri që ishte fshehur për aq shumë kohë doli sikur nuk ishte larguar kurrë. Nuk ishte i njëjti zë si më parë, ishte më i thellë, më i ashpër, i ngarkuar me dhimbje dhe përvojë. Por ishte zëri i tij, autentik dhe i fuqishëm. Zbulova se dashuria është një port i sigurt, zbulova se malli është një det pa fund. Fjalët rridhnin me një intensitet që e surprizoi edhe vet Arbenin. Çdo varg mbante peshën e historisë së tij personale, çdo pauzë ishte e mbushur me kujtime të pathëna. Ai nuk po këndonte thjesht një këngë, po tregonte jetën e tij, po ekspozonte shpirtin e tij, po shndërronte dhimbjen në art përpara të huajve. Reagimi i publikut ishte i menjëhershëm dhe visceral. Bisedat ndaluan. Telefonat celular u ulën. Shprehjet e mërzitura u shndërruan në vëmendje absolute. Kishte diçka në zërin e Arbenit që priste përmes të gjitha konventave sociale, të gjitha barrierave midis performuesit dhe audiencës. Bora, e cila ishte pozicionuar në anë të skenës duke pritur të rimerte kontrollin e situatës pas disa vargjeve, mbeti e palvizur. Ajo kishte pritur një moment të sikletshëm që mund të shndërrohej në një leksion mbi mëshirën dhe mundësinë. Në vend të kësaj, po dëshmonte një performancë që rivalizonte çdo gjë që kishte parë në vitet e saj në industrinë e argëtimit. Dhe zbulova se të largohesh është ndonjëherë e vetmja mënyrë për të qëndruar. Arbeni këndonte tani me sy mbyllur, plotësisht i përpir nga muzika. Kishte gjetur diçka që e gjykonte të humbur përgjithmonë, lidhjen midis zërit dhe shpirtit të tij, aftësinë për të shndërruar ndjenjen në tingull, vetminë në bukuri. Nuk ishte më në skenën e qendrës kulturore, ishte në të gjitha vendet ku kishte dashuruar, humbur, pritur dhe rifilluar. Në publik, lotët filluan të shfaqeshin në fytyra që pak minuta më parë tregonin vetëm kuriozitet rastësor. Djaloshi në radhën e 4 kishte ngritur kokën dhe shihte i fiksuar Arbenin, syt i shkëlqenin me diçka që dukej si njohje.
Shumë njerëz kishin filluar të merrnin përsëri telefonat, por tani për të regjistruar, për të kapur atë moment të papritur të vërtetën në mes të një nate me performanca të llogaritura. Kur Arbeni mbërriti te refreni final, zëri i tij ishte bërë një instrument i emocioneve të pastra. Çdo notë mbante vite heshtjeje të thyer, çdo fjalë eu me forcën e dikujt që kishte gjetur përsëri arsye për të kënduar. Zbulova se dashuria është një port i sigurt, se malli është një det pa fund dhe se të kthehesh është mënyra më e bukur për t'u larguar. Nota e fundit mbeti e pezulluar në ajër për sekonda që u dukën të përjetshme. Arbeni hapi syt, duke parë publikun sikur po e shite për herë të parë. Gjatë 3 minutave e 40 sekondave, kishte harruar se ku ishte, kush po e shite, pse ishte aty. Thjesht kishte kënduar. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga ajo e para. Nuk ishte heshtja e pritjes, por heshtja e nderimit. 500 njerëz po përpunonin atë që sapo dëgjuan, duke u përpjekur të pajtonin imazhin e punonisit të përulur me zërin që sapo i kishte prekur thellë. Pastaj duartrokitjet filluan. Jo duartrokitjet e sjellshme të një ngjarjeje sociale, por diçka organike dhe spontane. Njerëzit u ngritën në këmbë, duke rrahur duart me forcë, disa duke bërtitur bravo, sikur të ishin në një teatër opere. Djaloshi i radhës së katërt ishte në këmbë, duke duartrokitur me një buzëqeshje që ndriçonte të gjithë fytyrën e tij. Arbeni qëndroi i ngrirë në qendër të skenës, mikrofonin ende në dorë, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Gjatë 5 viteve kishte shmangur këndimin sepse muzika e lidhte drejt për drejt me dhimbjen e humbjes. Tani zbulonte se muzika mund të ishte edhe rruga e kthimit në jetë. Bora u afrua drejt tij, por kishte diçka ndryshe në qëndrimin e saj. Buzëqeshja e llogaritur ishte zëvendësuar nga një shprehje që Arbeni nuk mund ta deshifronte plotësisht. Admirim? Surprizë? Apo ndoshta diçka më komplekse, perceptimi se e kishte nënvlerësuar rënd personin që ishte pranë saj. Arben, tha ajo, duke marrë mikrofonin nga duart e tij. Kjo ishte e jashtëzakonshme. Duartrokitjet vazhduan për më shumë kohë se sa sugjeronte protokolli social. Arbeni përshëndeti me turp publikun, duke u përpjekur ende të kuptonte se si kishte mbërritur në atë moment. Kur më në fund zbriti nga skena, këmbët i dridheshin lehtë, jo nga nervozizmi, por nga një energji që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Në prapasken, punonësit e qendrës kulturore që kishin ndjekur gjithçka nga larg, u afruan drejt tij me shprehje habie. Luani ishte aty, me gojën paksa të hapur, sikur po e shite Arbenin për herë të parë. Arben, mik, tha Luani, unë nuk e dija se ti dua të them, kjo ishte e pabesueshme. Por Arbeni nuk po i kushtonte vëmendje lëvdatave. Mendja e tij po vraponte mbrapsht për në shtëpi, te Dritani, i cili ndoshta ishte ende zgjuar duke pritur të atin. Ai duhej të ikte që andej, të kthehej në jetën e tij reale, të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur larg vështrimeve kurioztare dhe flasheve të kamerave. Më duhet të shkoj në shtëpi, tha Arbeni, duke filluar të largohej. Prit, tha një zë pas tij. Arbeni u kthye dhe pa Borën duke u afruar, tani pa mikrofon, pa dritat e skenës, pa publikun si dëshmitar. Ishte vetëm ajo, një grua e moshës së mesme me një shprehje që dukej sinqerisht e shqetësuar. Arben, unë dëshiroja dua të them. Ajo hezitoi, sikur nuk ishte mësuar të kërkonte fjalët. Ajo ishte vërtet diçka speciale. Ti ke një talent të jashtëzakonshëm. Arbeni e pa për një moment, duke parë diçka në sytë e saj që nuk e kishte vënë re më parë. Ndoshta ishte faji, ose ndoshta ishte hera e parë që ajo po fliste me të si me një njeri real në vend të një aksesori për performancën e saj. Faleminderit, tha Arbeni thjesht, dhe vazhdoi të ecte drejt daljes. Ndërsa ecte nëpër rrugët e zbrasta mbrapsht për në shtëpi, Arbeni nuk e dinte se performanca e tij po ngarkohej në internet nga dhjetëra njerëz që e kishin regjistruar me telefonat e tyre. Nuk e dinte se brenda pak orësh videoja do të qarkullonte nëpër rrjetet sociale me tituj si punonjësi surprizon publikun me zërin e jashtëzakonshëm dhe pastruesi që emocioni një sallë të tërë. Nuk e dinte se Bora kishte mbetur e ngrirë në prapasken për 15 minuta pas largimit të tij, duke rishikuar mentalisht çdo moment të prezantimit, çdo fjalë që kishte thënë, çdo shprehje në fytyrën e saj kur kuptoi se kishte shndërruar një qenie njerëzore në argëtim. Nuk e dinte se jeta e tij, e cila ishte ndërtuar me kujdes rreth padukshmërisë dhe rutinës, ishte gati të kthehej përmbys. Kur mbërriti në shtëpi, gjeti Dritanin duke fjetur në tavolinën e kuzhinës, kokën e mbështetur mbi krahët e palosur mbi librin e historisë.
Arbeni e zgjoi me butësi, e ndihmoi të lante dhëmbët dhe e futi në krevat. Babi, mërmëriti Dritani, gjysmë në gjumë, ti po mban një erë ndryshe. Si ndryshe, kampion? Nuk e di. Ndryshe. Sikur je kthyer. Arbeni puthi ballin e djalit dhe fiku dritën e dhomës. Më pas qëndroi ngrirë në korridorin e erët për disa minuta, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte dashur të thoshte Dritani me je kthyer. Ndoshta djaloshi, me intuitën e tij fëmijërore, kishte perceptuar diçka që vetë Arbeni ishte ende duke e zbuluar. Për herë të parë në 5 vite, para se të flinte, Arbeni këndoi me zë të ulët. Ishte vetëm një pëshpërim, pothuajse e padëgjueshme, por ishte muzikë. Dhe në errësirën e apartamentit të heshtur, ajo melodi e vogël u duk si një premtim se ndoshta ishte e mundur të rifillonte. Arbeni u zgjua mëngjesin tjetër me të njëjtën rutinë si gjithmonë, por diçka ishte ndryshe. Ishin ende ora 3 e mëngjesit kur ra alarmi, ishin ende të njëjtat rrugë të zbrazta që ai do të ecte deri në punë, por kishte një energji në ajër që ai nuk mund ta identifikonte. Ndoshta ishte vetëm eja e natës së kaluar, kujtimi I të kënduarit përsëri pas aq shumë kohe. Ai u përgatit për punë siç bënte gjithmonë, verifikoi nëse Dritani po flinte thellë dhe doli për një tjetër ndërres në qendrën kulturore. Gjatë rrugës nuk I vuri re vështrimet kurioztare të disa njerëzve të paktë që ishin zgjuar tashmë në atë orë. Një shofer autobusi që ndaloi në semafor e vëzhgoi me vëmendje të veçantë, por Arbeni ja atribuoi këtë paranojës pas performancës. Në qendrën kulturore, Luani po e priste me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Arben, duhet të shohësh diçka, tha mbikëqyrësi, duke mbajtur një telefon celular. Çfarë ka ndodhur? Pyeti Arbeni, ende gjysmë I përgjumur. Luani ktheu ekranin e telefonit drejt tij. Ishte një video në YouTube me titullin Pastruesi që emocionoi publikun në aktivitetin bamirës të Bora Aliu. Numëruesi tregonte 127.000 shikime dhe rritej shpejt sa herë që Luani rifreskonte faqen. Arbeni ndjeu stomakun t'i rrotulloi. Nga doli kjo? Dikush e regjistroi mbrëm dhe e postoi. Arben, mik, I e bër viral. Shiko komentet. Luani rrotulloi faqen duke treguar qindra komente. Çfarë zëri I jashtëzakonshëm, qava duke e parë, ky burr meriton një kontratë regjistrimi, Bora bëri një shfaqje më vete duke zbuluar këtë talent. Por kishte edhe komente të një lloji tjetër, shumë e dyshimt, a thua të jetë e montuar, rastësi e madhe. Arbeni u ul rënd në një karrige të dhomës së personelit. Ekspozimi që kishte pasur frikë gjithë jetën po ndodhte në mënyrë të shumë fishuar nga mira. Nuk ishte vetëm një publik prej 500 njerëzish, ishin dhjetëra mira të huaj që po e shihnin, komentonin, gjykonin. Luan, çfarë të bëj? Mik, nuk e di. Nuk kam parë kur diçka të tillë. Je I famshëm tani. Gjatë ndërresës së tij, Arbeni u përpoq të mbante rutinën normale, por nuk mundi të shmangte vështrimet e punonisëve që mbërrinin për orarin e mëngjesit. Disa e përshëndetnin me më shumë entuziazëm se zakonisht, të tjerë përshpëritnin kur kalonin pranë tij. Rreth orës 7 të mëngjesit, 3 gazetarë u shfaqën në recepcion duke pyetur për Arbenin, pastruesin këngëtar. Arbeni doli nga pjesa e pasme e ndërtesës duke shmangur hyrjen kryesore. Gjatë rrugës për në shtëpi, telefoni I tij, një pajisje e thjeshtë që e përdorte vetëm për raste urgjente, ra disa herë me numra të panjohur. Ai e fiku pajisjen dhe e futi në xhep. Kur mbërriti në shtëpi, Dritani ishte zgjuar tashmë, I ulur në tavolinën e kuzhinës me sytë e ngjitur pas tabletit që kishte marrë dhuratë për Krishtlindje vitin e kaluar. Babi, bërtiti djaloshi sapo hyri Arbeni. Ti je në internet. Zemra e Arbenit ndaloi. Si ashtu? Mësuese shpresa ma tregoi. Të gjithë në shkollë e kanë parë. Ti duke kënduar në skenë. Babi, ti këndon vërtet shumë mirë. Dritani ktheu tabletin për të treguar të njëjtën video që Luani I kishte treguar disa orë më parë. Vetëm se tani numëruesi shënonte 340.000 shikime. Bir, kjo është e komplikuar, tha Arbeni, duke u ulur pranë Dritanit. Njerëzit po e shohin pa e ditur të gjithë historinë. Por pse është e komplikuar? Ti këndove bukur. Mami do të ishte krenare. Inocenca në zërin e Dritanit e preku zemrën e Arbenit. Si t'ja shpjegonte një fëmijë 8 vjeçar rreziqet e ekspozimit publik?
Si ti tregonte se kishte ndryshim midis talentit dhe spektaklit, midis artit dhe argëtimit? Atë mëngjes, Arbeni nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar duke menduar se çfarë do të thoshte ai reagim për jetën e tij të ndërtuar me kujdes rreth padukshmërisë. Mendoi për Dritanin, i cili do të duhej të përballej me vëmendje të padëshiruar në shkollë. Mendoi se si do të kthehej në punë, si do ta bënte ndërresën e tij me gazetarët që e kërkonin. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Bora Aliu ishte në mbledhje me ekipin e saj të marketingut dhe këshilltarët ligjor. Zyra e saj zinte të gjithë katin e një ndërtese tregtare në zonën më të shtrenjtë të Tiranës, me pamje panoramike dhe dekor që kishte kushtuar më shumë se sa fitonin shumica e njerëzve në një dekadë. Videoja po përhapet shumë shpejt, thoshte Genti Hoxha, avokati i saj kryesor. Dhe komentet po ndahen në dy grupe, ata që lëvdojnë Arbenin dhe ata që pyetin nëse ishte e montuar. Si ashtu, e montuar, pyeti Bora, megjithse e dinte saktësisht se çfarë donte të thoshte Genti. Disa po sugjerojnë se ti e dije talentin e tij dhe e organizove gjithçka për të krijuar zhurmë. Të tjerë po thonë se ishte oportunizëm nga ana jote, që shfrytëzove një punonjës për të promovuar veten. Bora u ngrit nga tavolina e mbledhjeve dhe eci drejt dritares. Mund të shite qytetin që shtrihej pafundësisht poshtë saj, miliona njerëz që jetonin jetët e tyre anonime ndërsa ajo ishte aty, në maj, duke u diskutuar nga mira të huaj në internet. Dhe ku është problemi? Pyeti ajo, pa u kthyer. Problemi është se kjo mund të ndikojë në imazhin tënd në mënyra që nuk i kontrollojmë, tha Teuta Krasniqi, drejtoresha e saj e marketingut. Nëse narrativa që mbetet është se ti shfrytëzove punonisin, mund të jetë një katastrofë për markën tënde personale. Dhe nëse narrativa është se zbulova një talent të jashtëzakonshëm, atëherë ti bëhesh gruaja që ka sy për të zbuluar talente. Mund të jetë pozitive. Bora u kthye për t'u përballur me ekipin. Atëherë, le ta kontrollojmë narrativën. Genti u përkul përpara në karrige. Si? Do të mbjellim disa shkrime që vënë në dyshim vërtetësinë. Asgjë shumë direkte, por mjaftueshëm për të krijuar dyshim. Nëse njerëzit fillojnë të dyshojnë se ishte e montuar, Arbeni bëhet i ligu dhe unë bëhem viktim e një përpjekjeje për manipulim. Teuta bëri disa shënime. Mund të bisedoj me disa gazetarë të njohur. Tu sugjeroj të hetojnë historinë e Arbenit, të verifikojnë nëse ai vërtet është vetëm një pastrues i thjeshtë. E përkryer, tha Bora. Dhe do të ndjekim se si do të evoluoj kjo. Nëse gjëja bëhet shumë e shëmtuar për cilën do anë, e ndryshojmë strategjinë. Në ditët që pasuan, jeta e Arbenit u bë një makt i kontrolluar. Videoja te i kaloi 1 milion shikime. Gazetarët shfaqeshin rregullisht në derën e pallatit të tij, në shkollën e Dritanit, në qendrën kulturore. Ai kishte kërkuar disa ditë pushim në punë, por e dinte se nuk mund të fshihej përgjithmonë. Dritani, fillimisht i entuziazmuar nga fama e babait, filloi të tregonte shenja shqetësimi. Shokët në shkollë e ngacmonin me pyetje për të atin, disa me kuriozitet të sinqertë, të tjerë me atë lloj ligësie që fëmijët e mësojnë shumë shpejt. Babi, tha Dritani një pasdite, duke u kthyer nga shkolla më i heshtur se zakonisht, besniku tha se ti ke gënyer. Gënyer për çfarë? Ai tha se ti nuk je pastrues i vërtet, që je këngëtar i famshëm që bën sikur je pastrues për të dalë në televizion. Arbeni ndjeu zemërimin të ngjitej në gjoks. Dhe çfarë ju përgjigje? I thash se ti je babi im dhe që punon natën duke pastruar qendrën kulturore prej 5 vitesh. Por pastaj era tha se pa në internet që mbase ti po gënjen për gjithçka. Ishte në atë moment që Arbeni kuptoi se si situata po dilte jashtë kontrollit. Nuk ishte vetëm privatësia e tij që po pushtohej, ishin të vërtetat e tij që po viheshin në dyshim, integriteti i tij po sulmohej. Atë natë, Arbeni kërkoi emrin e tij në internet për herë të parë në jetë. Ajo që gjeti e bëri të ndjehej i pështjellë. Kishte 10 artikuj që vinin në dyshim historinë e tij, duke sugjeruar se ai mund të ishte një këngëtar profesionist që fshihej si punonjës i thjeshtë për të shkaktuar impakt. Kishte teori konspirative se si Bora e kishte organizuar gjithçka për të krijuar publicitet. Një artikull në veçanti e goditi si një grusht, pastruesi këngëtar, histori reale apo marketing gjigant. Teksti sugjeronte se Arbeni kishte formim muzikor profesional, që kishte regjistruar disqe në të kaluarën, që i gjithë prezantimi ishte i inskenuar. Nuk kishte asnjë fjalë të vërtet në ato spekulime, por ato po shpërndaheshin mira herë.
Mëngjesin tjetër, Arbeni mori një vendim. Thirr Luani dhe dha dorëheqjen. Arben, a je I çmendur? Pse do ta bësh këtë? Sepse nuk mund të punoj më aty. Çdo ditë ka gazetar, çdo ditë ka dikë që kërkon të flas me mua, të më fotografoj, të regjistroj video. Nuk mund ta bëj punën time, dhe ju nuk e meritoni këtë rëmuj. Por mik, kjo do të kaloj. Pas disa javësh, askush nuk do të kujtohet më. Arbeni e dinte se Luani e kishte gabim. Disa gjëra nuk kalojnë. Disa ekspozime lën shenja të përhershme. Dhe ai kishte përgjegjësinë të mbronte dritanin nga kjo çmenduri. Kam vendosur tashmë, Luan. Do të dërgoj letrën e dorëheqjes me email sot. Ndërsa Arbeni shkruante letrën e tij të dorëheqjes në një kompjuter të huazuar nga një fqinj, Bora ishte në një tjetër takim me ekipin e saj. Artikujt që vinin në dyshim vërtetësinë e historisë së Arbenit kishin pasur efektin e dëshiruar, narrativa po ndryshonte. Më pak njerëz flisnin për talentin e tij të jashtëzakonshëm, më shumë njerëz pyetnin nëse gjithçka nuk ishte një aktrim. Por kishte një problem, Bora nuk mund të ndalonte së pari videon e prezantimit. Ajo I kishte parë tashmë ato 3 minuta e 40 sekonda më shumë se 50 herë. Çdo herë që e shihte, vinte re diçka ndryshe. Mënyrën se si Arbeni hezitoi para se të fillonte. Dridhjen pothuajse të padukshme në zërin e tij në notat e para. Momentin e sakt kur ai ndaloi së kënduari për publikun dhe filloi të këndonte për veten e tij. Kishte diçka në atë performancë që nuk mund të aktrohej, nuk mund të inskenojej, nuk mund të fabrikohej për konsum publik. Ishte e vërtet e papërpunuar dhe e dhimbshme e shndërruar në art dhe për herë të parë në shumë vite, Bora pyeti veten se çfarë ishte bërë. Bora? Zëri I Gentit e ktheu atë mbrapsht në mbledhje. Apo dëgjoje? Më fal, çfarë the? Thash se strategjia po funksionon. Njerëzit po fillojnë të dyshojnë në historinë e Arbenit. Pas pak ditësh kjo do të jetë uji I shkuar. Bora pohoi me kokë, por një pjesë e saj, një pjesë që kishte qëndruar e heshtur për një kohë të gjatë, përshpëriti se ndoshta uji I shkuar ishte gjëja e fundit që ajo donte që ajo gjë të bëhej. 2 javë pasi dha dorëheqjen, Arbeni ishte në radhë të zyra e punës duke kërkuar punë kur telefoni I tij ra. Ishte Luani. Arben, mik, duhet të dish diçka. Genti, avokati I Borës, ishte këtu sot. Arbeni doli nga radha dhe u largua në një cep më të rezervuar të zyrës. Çfarë donte ai? Po bënte pyetje për ty për sa kohë ke punuar këtu, nëse ke kënduar ndonjëherë në punë më parë, nëse dikush e dinte talentin tënd. Dhe çfarë I the? Të vërtetën. Që ke punuar 5 vite këtu, ke qenë gjithmonë diskret, kur askush nuk e ka ditur që këndoje. Por Arben, ai burr po kërkonte diçka. Kishte pamjen e dikujt që po përgatit një proces gjyqësor. Arbeni ndjeu tokën të ikte nën këmbë. Proces gjyqësor? Pse? Nuk e di, mik. Por bëj kujdes. Mendoj se ata njerëz nuk e pëlqyen reagimin e publikut dhe po kërkojnë një mënyrë për ta kthyer situatën. Kur Arbeni mbylli telefonin, qëndroi I ngrirë në mes të korridorit të zyrës së punës duke u përpjekur të përpunonte informacionin. Nuk mjaftonte që kishte humbur punën, që duhej të përballej me ekspozimin e vazhdueshëm, të shihte djalin të vuante nga bullizmi në shkollë, tani kishte edhe mundësinë e një procesi gjyqësor. Mendoi për Lulen, se si ajo thoshte gjithmonë se gjithçka ndodhte për një arsye. Por çfarë arsyeje mund të kishte për atë sekuencë fatkeqësish? Çfarë leksioni po përpiqej ti mësonte universi përmes aq shumë vuajtjeje? Arbeni u kthye në shtëpi pa mundur të regjistrohej për asnjë vend pune. Koka e tij ishte shumë plot për intervista, për të shpjeguar boshllëqet në jetëshkrim, për të bërë sikur ishte mirë kur qartësisht nuk ishte. Në shtëpi gjeti dritanin duke bërë detyrat në tavolinën e kuzhinës, por e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Djaloshi kishte një shenjë të kuqe në faqen e majit. Çfarë ndodhi, dritan? Djaloshi ngriti syt dhe Arbeni pa atëherë një trishtim që nuk duhej të ekzistonte te një fëmijë 8 vjeçar. Erioni më shtyu gjatë pushimit. Arbeni u ul pranë djalit duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që I ngjitej në gjoks. Pse të shtyu? Sepse I thash që ti nuk je gënjeshtar. Ai tha se të gjithë e dinë që ti bëre sikur ishe pastrues për t'u bërë I famshëm, dhe unë I thash se nuk ishte e vërtetë. Atëherë ai më shtyu dhe tha se djali I gënjeshtarit është gjithashtu gënjeshtar.
Fjalët e goditën Arbenin si goditje fizike. Të shite djalin të vuante pasojat për diçka që ai nuk e kishte zgjedhur, nuk e kishte kontrolluar, nuk e kishte dëshiruar, ishte një dhimbje që ai nuk e dinte se ekzistonte. Bir, më dëgjo. Ti e di kush është babi yt, apo jo? E di. Ti punon natën, kujdesesh për mua, bën kafe çdo mëngjes, më lidh atletet. Kjo është e vërtetë. Dhe ti e di që unë të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë, apo jo? Dritani pohoi me kokë, me sytë e mbushur me lodh. Atëherë nuk ka rëndësi se çfarë thon njerëzit. Nuk ka rëndësi se çfarë shpikin në internet. Ti e njeh të vërtetën dhe e vërteta është se unë jam babi yt që punoj për t'u kujdesur për ty dhe se ajo natë në qendrën kulturore ishte hera e parë që këndova në 5 vite. Babi, pse njerëzit po sillen aq keq me ne? Pyetja e Dritanit në apartamentin e heshtur. Ishte një pyetje që edhe Arbeni po ja bënte vetes, një pyetje që nuk kishte përgjigje të lehtë. Ndonjëherë njerëzit lëndojnë njerëzit e tjerë kur kanë frikë ose kur nuk kuptojnë diçka, tha Arbeni, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Dhe ndonjëherë njerëzit e fuqishëm bëjnë gjëra të këqija për të mbrojtur pushtetin e tyre. Atë natë, pasi e futi Dritanin në gjumë, Arbeni i lejoi vetes një moment mëshire për veten. U ul në divan duke parë bibliotekën me fotot e lules dhe qau për herë të parë që kur ajo ishte larguar. Qau për bashkëshorten që humbi, për punën që kishte humbur, për qetësinë që ishte shkatëruar, për djalin që po vuante për fajt të tij. Por kryesisht qau sepse në ndonjë vend të thellë të shpirtit të tij i kishin pëlqyer ato 3 minuta e 40 sekonda në skenë. I kishte pëlqyer të këndonte përsëri, të ndjente zërin e tij duke ejuar në një hapësirë të madhe, të prekte njerëzit e tjerë me muzikën e tij. Dhe kjo dëshirë, ky pasion që ishte rishfaqur, tani ndjehej si një tradhti ndaj gjithçkaje që kishte ndërtuar në 5 vitet e fundit. Ndërsa Arbeni përballej me krizën e tij personale, në anën tjetër të qytetit Bora po përballej me turbulencën e saj të brendshme. Kishte parë videon e Arbenit më shumë se 100 herë në 2 javët e fundit, dhe çdo shikim linte një shije më të hidhur në gojë. Strategjia e ekipit të saj kishte funksionuar. Narrativa online kishte ndryshuar pothuajse plotësisht. Arbeni tani shihej me dyshim nga një pjesë e konsiderueshme e njerëzve që kishin parë videon. Komentet që vinin në dyshim vërtetësinë e tij te i kalonin lëvdatat. Disa njerëz arrinin deri aty sa ta quanin oportunist dhe gënjeshtar. Misioni u përmbush, mendoi Bora me ironi. Ata kishin arritur të shkatëronin reputacionin e një burri që nuk kishte bërë asgjë tjetër përveç se kishte kënduar kur ishte detyruar ta bënte. Ishte një mbrëmje e së martës kur Genti mori në telefon me një propozim që bëri që stomaku i Borës të mblidhej. Bora, kam një ide për ta mbyllur këtë çështje një herë e mirë. Çfarë ideje? Do ta padisim Arbenin për shpifje. Bora qëndroi në heshtje për aq shumë kohë sa Genti pyeti nëse ajo ishte ende në linjë. Si ashtu, shpifje? Është e thjeshtë. Do të pretendojmë se ai e organizoi të gjithë atë prezantim për të na turpëruar publikisht, që bëri sikur ishte një punonjës i përulur për të na bërë të dukemi shfrytëzues, që gjithë sikleti që kalove në skenë ishte rezultat i një aktrimi të tij për të na dëmtuar. Gent, kjo është çmenduri. Unë isha ajo që e thira në skenë. Saktësisht. Ti e thire duke pritur një punonjës të turpshëm dhe mirënjohës. Në vend të kësaj, ai e përdori mundësinë për të na bërë të dukemi të këqij. Është manipulim, është shpifje përmes implikimit. Ai as nuk foli keq për mua. As nuk dha intervista. Aty është pika më inteligjente. Heshtja e tij është elokuente. Ai nuk ka nevojë të flasë keq, vetë mungesa e mbrojtjes son është një sulm. Sa më shumë që ai qëndron i heshtur, aq më shumë duket sikur ne kemi diçka për të fshehur. Bora u ngrit nga koltuku prej lëkure në zyrën e saj dhe eci drejt dritares. Qyteti shtrihej pafundësisht poshtë saj, miliona drita që pulsonin si yje toksor. Dhe cili do të ishte qëllimi i procesit? Presioni. Ai është i papunë tani, apo jo? Nuk ka para për avokat. Një proces gjyqësor është gjëja e fundit që i duhet. Ndoshta do të pranoj një marrëveshje ku ai pranon se e egzagjeroi situatën në këmbim të mos paguarit të dëmshpërblimit. Dhe nëse nuk pranon, atëherë do të shkojmë në luftë gjyqësore. Me burimet që kemi, mund ta zvarritim këtë për vite. Ai do të mbetet i thyer dhe i raskapitur dhe në fund do të pranojë çdo gjë.
Bora mbylli telefonin pa dhënë një përgjigje përfundimtare, por Genti e interpretoi heshtjen e saj si miratim të heshtur. Mëngjesin tjetër, avokati filloi të hartonte padin fillestare për një proces për shpifje kundër Arben Selimin. Ishte mëngjesi i së enjtes kur oficeri i gjykatës i ra ziles së apartamentit të Arbenit. Dritani kishte shkuar në shkollë dhe Arbeni po përgatiste kafen kur dëgjoi shurmën. Arben Selimi, pyeti burri i uniformuar. Po, unë jam. Kam një fletëthirrje për ju. Arbeni mori zarfin e vulosur me duar që i dridheshin. Sa po mbylli derën, hapi dokumentin dhe lexoi rreshtat e parë, pa di për shpërblim dëmi moral dhe shpifje. Paditse, Bora Aliu. I paditur, Arben Selimi. Ai e lexoi të gjithë procesin 2 herë para se të mund të përpunonte plotësisht atë që po ndodhte. Bora po e padiste për shpifje, duke pretenduar se ai kishte organizuar të gjithë situatën për të dëmtuar imazhin e saj. Kërkonte një dëm shpërblim prej 50 milion lekësh për dëm moral. 50 milion lekë. Një shumë që Arbeni nuk mund ta paguante as nëse punonte 20 vite pa shpenzuar as një qindar. Arbeni u ul në tavolinën e kuzhinës, procesi i hapur përpara tij dhe për herë të dytë në një javë qau. Por këtë herë nuk ishin lot mëshire për veten. Ishin lot zemërimi të pastër, indinjate përpara padrejtësisë që po kryej kundër tij dhe djalit të tij. Atë pasdite, Dritani mbërriti nga shkolla më herët se zakonisht. Arbeni ishte në salon duke u përpjekur ende të kuptonte implikimet ligjore të procesit kur djaloshi hyri. Babi, drejtoresha kërkon të flas me ty. Arbeni pa djalin dhe pa në fytyrën e tij të njëjtën lodhje që ai vet po ndjente. Çfarë ndodhi tani, Dritan? Erioni u tha të gjithëve se ti do të burgosesh sepse ke gënjur. Rea filloi të qante sepse tha se nuk dëshiron që djali i gënjeshtarit të jetë shoku i saj. Mësuese shpresa duhej t'i detyronte të gjithë të uleshin. Arbeni mbylli syt, duke u përpjekur të gjente forca që nuk e dinte nëse i kishte ende. Si t'i shpjegonte një fëmijë se bota e të rriturve ndonjëherë ishte mizore pa asnjë arsye? Si ta mbronte pafajësinë e djalit kur ai vetë ndjehej plotësisht i pashpresë? Dritan, eja këtu. Djaloshi u afrua dhe Arbeni e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Bir, mbase do të na duhet të largohemi nga qyteti për pak kohë. Pse? Sepse ndonjëherë kur gjërat bëhen shumë të vështira, na duhet të rifillojmë në një vend të ri, ku njerëzit nuk e njohin historinë tonë. Dritani qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar informacionin. Babi, nëse largohemi, nuk do të mund ta vizitoj më kur varrin e mamit. Pyetja ia coptoi zemrën Arbenit. Vari i Lules ishte në varrezat e qytetit dhe Dritani insistonte ta vizitonte në ditëlindjen e saj, në ditën e nënës, për Krishtlindje. Ishte lidhja e fundit fizike që ata kishin me të. Do të mund të kthehemi për ta vizituar, tha Arbeni, megjithse nuk e dinte nëse ishte e vërtetë. Atë natë, pasi e futi Dritanin në gjumë, Arbeni u ul në tavolinën e kuzhinës me procesin gjyqësor, disa oferta avokatësh që kishte siguruar gjatë ditës dhe një makinë llogaritëse. Nuk kishte rëndësi se si i bënte llogarit, rezultati ishte gjithmonë i njëjtë, ai ishte në një betejë që nuk mund ta fitonte. Ishte atëherë kur mori një vendim që do të ndryshonte çdo gjë. Arbeni mori një fletë letre dhe filloi të shkruante një letër. Nuk ishte një letër për avokatët apo për gazetarët. Ishte një letër për Bora Aliun. Një letër që thoshte saktësisht se çfarë mendonte ai për atë që ajo ishte bërë, për pushtetin që përdorte për të shkatëruar njerëz të pafajshëm, për ndryshimin midis drejtësisë dhe hakmarrjes. Ai shkroi për Lulen, për si kishte ndaluar së kënduari kur ajo u largua, për si ajo natë në qendrën kulturore kishte qenë hera e parë në 5 vite që zëri i tij kishte gjetur rrugën e kthimit. Shkroi për Dritanin, për si ishte të shihej një djalë 8 vjeçar duke u thirrur djali i gënjeshtarit në pushimin e shkollës. Dhe shkroi për atë, për si kishte parë në sytë e saj atë natë një person real pas personazhit publik, dhe se si ai person real ishte zhdukur në favor të një makinerie shkatërimi. Arbeni e mbaroi letrën në orën 3 të mëngjesit, në të njëjtën orë kur zakonisht zgjohej për të punuar. E palosi, e futi në një zarf dhe shkroi adresën e kompanisë së Borës përpara. Ai nuk e dinte nëse do ta dërgonte letrën. Nuk e dinte nëse do të shërbente për diçka. Por për herë të parë në javë, kishte bërë diçka më shumë se sa thjesht të reagonte.
kishte marrë një veprim sado të vogël për të tentuar të rifitonte pak kontroll mbi jetën e tij. Dhe në anën tjetër të qytetit, në një apartament luksos, Bora ishte zgjuar në të njëjtën orë, duke parë videon e Arbenit për të 101 herë, duke pyetur veten se kur saktësisht ishte bërë lloji i personit që shkatëronte jetë të pafajshme për të mbrojtur imazhin e vet. Përgjigjja për këtë pyetje po vinte më shpejt se sa ajo e imagjinonte. Arbeni kur nuk e dërgoi letrën. Mëngjesin tjetër, kur u zgjua dhe e gjeti të palosur mbi tavolinën e kuzhinës, vendosi që fjalët nuk do ta zgjidhnin një situatë që kishte dalë plotësisht jashtë kontrollit. Në vend të kësaj, përdori pak para që kishte kursyer për të marrë avokatin më të lirë që mundi të gjente, një të sapo diplomuar të quajtur Genti, një tjetër Genti, ky i ri, që punonte në një zyrë me 2 dhoma në qendër të qytetit. Zoti Arben, tha avokati pasi lexoi procesin, do të jem i sinqert me ju. Kjo çështje është pothuajse e pamundur të fitohet. Pse? Sepse Bora Aliu ka burime të pakufizuara për ta zvarritur këtë nëpër gjykata. Edhe nëse vërtetojmë se keni të drejtë, dhe unë besoj se keni, ajo mund të apeloj, të shtyj, të komplikoj gjërat derisa ju të dorëzoheni ose të mbeteni pa para. Arbeni u mbështet në karrigen e parehatshme të zyrës. Dhe nëse nuk mbrohem, atëherë humbni automatikisht. Do të duhet të paguani dëm shpërblimin. Sa kohë kam? 15 ditë për të paraqitur mbrojtjen. Kanë kaluar 5 që nga njoftimi. Arbeni doli nga zyra e avokatit duke u ndier më i mposhtur se kurrë. 10 ditë për të gjetur një zgjidhje për një problem që nuk kishte zgjidhje. 10 ditë për të mbrojtur djalin e tij nga një betejë që nuk e kishte zgjedhur. Ndërsa ecte nëpër rrugët e qendrës së qytetit duke menduar se si t'i tregonte dritanit se mbase do të duhej të shisnin apartamentin, të ndërronin qytet, të rifillonin nga zeroja, Arbeni nuk e vuri re se po ndiqej. Dritani kishte munguar në shkollë atë ditë. Jo sepse ishte i sëmur, por sepse nuk duronte dot më ngacmimet e shokëve, vështrimet e mëshirës së mësuesve, ndjenjen konstante se po gjykohej për diçka që nuk e kuptonte plotësisht. Në vend që të shkonte në shkollë, djaloshi 8 vjeçar mori një vendim që do të surprizonte çdo të rritur me guximin dhe vendosmërinë e tij. Ai mori paratë e autobusit që ja t'i jepte çdo ditë, mblodhi disa monedha që kishte kursyer dhe mori një autobus në drejtim të qendrës së qytetit. Dritani kishte mësuar përmendësh adresën e kompanisë së Bora Aliu. E kishte parë në një nga lajmet që ja t'i lexonte me fiksim në internet, duke u përpjekur të kuptonte se si jeta e tij ishte shndërruar në makth. Djaloshi nuk kishte një plan të detajuar, vetëm bindjen fëmijërore se nëse do të arrinte të fliste me atë grua, mund ta bënte atë të kuptonte se po lëndonin njerëz të pafajshëm. Ndërtesa e kompanisë së Borës ishte madhështore, e gjitha me xhama pasqyr, me një recepcion luksos që e friksoi dritanin sapo hyri. Recepcionistja, një grua elegante rreth të 30-tave, e pa djaloshin me një përzierje surprize dhe shqetësimi. Përshëndetje, i dashur. Je humbur? Jo, zonjë. Dua të flas me Borën. Me Borën? A ke lënë takim? Jo, por është e rëndësishme. Recepcionistja buzëqeshi me mos përfillje. I dashur, Bora është një person shumë i zënë. Ajo flet vetëm me njerëz që lënë takime shumë kohë përpara. Ju lutem, tha dritani, dhe kishte diçka në zërin e tij që bëri që gruaja të kushtonte vëmendje vërtet. Është për babin tim. Kush është babi yt? Arbeni. Arben Selimi. Emri bëri që recepcionistja të ndalonte. Të gjithë në kompani e njihnin çështjen e Arben Selimit, punonjësi që ishte bërë një dhimbje koke ligjore për Borën. Prit këtu një minutë, mirë? Recepcionistja mori telefonin dhe formoi një numër të brendshëm. Dritani qëndroi ngrirë në mes të hollit luksos, duke vëzhguar njerëzit elegant që hynin dhe dilnin, duke u përpjekur të gjente guxim për të vazhduar me planin e tij të improvizuar. Disa kate më lart, Bora ishte në mbledhje me Gentin dhe Teutën, duke diskutuar hapat e radhës të procesit kundër Arbenit, kur asistentja hyri në sallën e mbledhjeve. Bora, është një situatë e çuditshme në recepcion. Djali i Arben Selimit është këtu poshtë dhe kërkon të flasë me ty. Heshtja që pasoi ishte e tensionuar. Genti ishte i pari që reagoi. Si ashtu, djali? Çfarë moshe ka ky djalë? Recepcionistja tha se duket rreth 8 vjeç. 8 vjeç? Genti u ngrit nga karrigia. Një fëmijë 8 vjeç erdhi këtu vetëm?
Kjo është një kurth. Ndoshta është i shoqëruar nga ndonjë gazetar, ose i ati e ka dërguar për të sensibilizuar shtypin. Bora qëndroi në heshtje, por diçka brenda saj lëvizi. Një fëmijë 8 vjeç. E njëjta moshë që ajo kishte kur humbi të atin në një aksident rrugor, kur nëna e saj duhej të punonte në 3 punë për të mbajtur familjen, kur mësoi se bota ishte një vend mizor ku të dobëtit shtypeshin nga të fuqishmi. Thuaj të ngjitet, tha Bora pa pritur. Bora, kjo nuk është një ide e mirë, protestoi Genti. Mund të jetë një kurth. Një kurth? Është një fëmijë. Saktësisht. Fëmijët krijojnë empati. Nëse ka gazetar të fshehur aty poshtë, ti duke biseduar me djalin do të bëhesh titull lajmesh nesër. Bora pa nga dritarja e zyrës së saj, duke vëzhguar qytetin që kishte pushtuar pas dekadave të tëra lufte. Kishte filluar si praktikante në një produksion të vogël, kishte përballuar diskriminim, përpjekje për sabotim. Kishte mbërritur aty ku ishte duke shkelur mbi shumë njerëz, duke përdorur të gjitha armët që pushteti ofronte. Dhe tani po përdorte ato të njëjta armë kundër një punonjësi të papunë dhe djalit të tij 8 vjeçar. Teuta, zbrit poshtë dhe verifiko nëse ka gazetar, paparac, çdo gjë të dyshim. Nëse është pastër, sjell djalin. Teuta zbriti dhe u kthye 15 minuta më vonë me dritanin. Djaloshi hyri në sallën e mbledhjeve duke u përpjekur të mos tregonte nervozizmin që ndjente. Kishte 3 të rritur aty, një grua bjonde që ai e njohsi Borën, një burr me kostum që e shite sikur ai të ishte një kërcënim, dhe një grua më të re që dukej e shqetësuar. Përshëndetje, tha Dritani, zëri i doli më i ulët se sa kishte planifikuar. Bora studioi fytyrën e djalit dhe pate ai tipare që i njohu menjëherë nga jati. Të njëjtët sy të gjelbër, të njëjtën shprehje serioze, por me një pafajësi që Arbeni e kishte humbur gjatë viteve. Përshëndetje, Dritan. Ti e Dritani, apo jo? Ulu këtu. Dritani u ul në karrigen që Bora i tregoi, e cila ishte shumë e madhe për të. Këmbët e tij nuk preknin dy shemen. Dritan, tha Genti, duke përdorur tonin që ruante për marrjet në pyetje, kush të solli këtu? Ku është babi yt? Askush nuk më solli. Erdha vetëm. Babi nuk e di që jam këtu. Si erdhe këtu vetëm? Je shumë i vogël për të ecur vetëm në qytet. Dritani pa Gentin me seriozitetin që vetëm fëmijët mund të tregojnë kur ndjehen të nënvlerësuar. Erdha me autobus. Ditë eci vetëm që kur isha 7 vjeç, sepse babi im punon natën dhe ndonjëherë duhet të shkoj në shkollë herët. Fjalët e goditën Borën në mënyrë të papritur. Një djalë 8 vjeçar që kishte mësuar t'ia dilte mban vetëm sepse i ati punonte natën për ta mbajtur. Saktësisht siç kishte mësuar edhe ajo t'ia dilte mban kur ishte fëmijë. Dritan, tha Bora, pse erdhe këtu? Sepse ju po silleni keq me babin tim. Genti qeshi me nervozizëm. Keq? Ne nuk po sillemi keq. Babi yt ishte ai që. Mbyll gojen, tha Bora me reptësi, pa i hequr syt nga Dritani. Lëre të flas. Dritani mori frym thellë dhe filloi të tregonte versionin e tij të historisë. Si ati kishte ndaluar së kënduari kur mami vdiq. Si ai punonte çdo natë për të mbajtur familjen. Si ajo natë në qendrën kulturore kishte qenë hera e parë në 5 vite që Dritani kishte dëgjuar të atin duke kënduar. Babi im nuk ka gënjur për asgjë, tha Dritani, zëri po i bëhej më i fortë. Ai nuk bëri sikur ishte pastrues. Ai është pastrues. Ose ishte, derisa ju e bëtë të humbte punën. Dritan. Filloi Teuta, por djaloshi vazhdoi. Dhe tani në shkollë të gjithë thonë se babi im është gënjeshtar, që bëri sikur për t'u bërë i famshëm. Por babi as nuk dëshiron të jetë i famshëm. Ai vetëm dëshiron të punoj dhe të kujdeset për mua. Bora ndjente diçka t'i lëvizte në gjoks, diçka që e kishte mbajtur të varrosur për aq shumë kohë sa pothuajse kishte harruar se ekzistonte. Ishte ajo që mbetej nga fëmia që ajo kishte qenë, nga vajza që gjithashtu ishte rritur pa baba, që gjithashtu ishte quajtur gënjeshtare nga shokët e shkollës kur tregonte se nëna e saj punonte duke pastruar zyra natën. Dhe ju do ta bëni atë të paguaj shumë para që ai nuk i ka, vazhdoi Dritani, tani me lot në sy. Ai nuk ka fjetur për 3 net duke menduar për këtë. Dhe nëse ai duhet të paguaj, ne do të duhet të shesim shtëpinë tonë dhe të largohemi nga qyteti.
Dritan, tha agenti, duke u përpjekur të rimerte kontrollin e situatës, ti je shumë i ri për t'i kuptuar këto gjëra. Ndonjëherë të rriturit. Unë e kuptoj, bërtiti Dritani, duke u ngritur nga karrigia. Unë e kuptoj që ju keni shumë para dhe babi im nuk ka asnjë. Unë e kuptoj që ju mund ta bëni atë të humbas punën dhe shtëpinë. Unë e kuptoj që ju jeni të fuqishëm dhe ne nuk jemi. Britma e Dritanit erdhi në sallën e mbledhjeve, duke i lënë të gjithë në heshtje. Djaloshi ishte në këmbë, me grushtet e shtrënguar, lotët që i rridhnin në fytyrë, por me një dinjitet që impresionoi edhe vetë Gentin. Por unë gjithashtu kuptoj një gjë që ju nuk e kuptoni, tha Dritani, tani duke folur më ulët. Babi im është njeriu më i mirë në botë. Ai më bën kafe çdo ditë, më lidh atletet, më ndihmon me detyrat, punon natën që unë të mund të studioj paradite. Dhe ai këndoi atë natë sepse ju e urdhëruat, jo sepse donte të dilte në televizion. Dritani u kthye drejt Borës, duke e parë drejt në sytë e saj. Ju nuk e njihni babin tim. Po ta njihnit, do ta dinit se ai kur nuk do të gënjente. Do ta dinit se ai është më i ndershëm se çdo person që kam njohur. Dhe do ta dinit se ai po i këndonte mamit tim atë natë, jo juve. Fjalët e fundit dolën si një përshpërim, por mbartën më shumë peshë se çdo argument ligjor që Genti mund të paraqiste. Bora mbeti duke parë Dritanin për një kohë të gjatë. Shitet e ai fëmijërinë e saj, frikërat e saj, të njëjtën vendosmëri të dëshpëruar për të mbrojtur ata që donte. Dhe për herë të parë në shumë vite, pa edhe se kush ishte bërë, një grua që përdorte pushtetin e saj për të shkatëruar familje si ajo që ajo vetë kishte qenë. Gent, tha Bora më në fund, pa i hequr syt nga Dritani, dil nga dhoma. Bora, nuk mendoj se. Dilën në dhoma, bërtiti Bora, duke u kthyer drejt avokatit me një zemërim që ai nuk e kishte parë kurrë. Teuta, edhe ti. Genti dhe Teuta dolën nxitimthi, duke e lënë Borën vetëm me Dritanin. Djaloshi ishte ulur përsëri, i raskapitur nga përpjekja emocionale e mbrojtjes së të atit. Bora u ngrit nga karrigia dhe u gjunjëzua përpara Dritanit, duke qëndruar në lartësinë e syve të tij. Dritan, më fal, tha ajo, dhe kishte lot në sytë e saj tani. Më fal për gjithçka që i bëm babit tënd. Më fal që të detyrova të vish këtu për ta mbrojtur atë. Një fëmijë 8 vjeç nuk duhet ta bëj kurrë këtë. Dritani e pa atë me një përzierje surprize dhe shprese. A do të ndaloni se qeni e keqe me babin tim? Do të bëj më shumë se aq, tha Bora. Do t'i rregulloj të gjitha. Të premtoj. Dritani e studioi atë për një moment, me aftësinë që kanë fëmijët për të njohur sinqeritetin. A premton vërtet? Premtoj. Ishte atëherë kur Dritani bëri diçka që i theu plotësisht mbrojtjet e Borës. Ai u përkul përpara dhe e përqafoi. Një përqafim i thjesht, i pafajshëm, i mbushur me mirënjohjen që vetëm një fëmijë mund të ofrojë kur sheh një zgjidhje për vuajtjen e atij që do Bora ja ktheu përqafimin, dhe në atë moment mori një vendim që do të ndryshonte çdo gjë. Jo vetëm që do të anulonte procesin kundër Arbenit, do të bënte shumë më shumë se aq. Do të gjente një mënyrë për të riparuar të gjithë dëmin që kishte shkaktuar, për të transformuar jetën e tyre në një mënyrë që nderonte guximin e atij djaloshi dhe dinjitetin e babait të tij. Kur u shkëputën nga përqafimi, Bora pate Dritani të njëjtën buzëqeshje të turpshme që kishte parë në fytyrën e Arbenit atë natë në skenë. Dhe kuptoi se disa gjëra, ndeshmëria, dashuria, guximi, nuk mund të bliheshin, shiteshin, apo shkatërroheshin nga i gjithë pushteti i botës. Dritan, tha Bora, dëshiron të çojë në shtëpi? Babi yt duhet të jetë i shqetësuar. Mund të jetë. Por a do ta mbani premtimin? Do ta mbaj. Dhe do ta shohësh. Bora e çoi Dritanin në shtëpi personalisht, duke drejtuar suvin e saj nëpër rrugët e Tiranës, ndërsa djaloshi vëzhgonte gjithçka nga dritarja me kuriozitetin natyral të një fëmije që sapo kishte jetuar aventurën më të madhe të jetës së tij. Gjatë rrugës, Dritani i tregoi asaj për mamin, për si babi i këndonte asaj në spital, për si kishte ndaluar plotësisht pasi ajo u largua. Babi e fsheu kitaren në dollap, tha Dritani. Unë e di ku është, por ai nuk e ka prekur më kurrë. Po ti? A këndon edhe ti? Pak. Në shkollë do të prezantojmë një këngë në fest, por tani nuk e di nëse dua më. Pse jo? Sepse nëse këndoj do të thonë se jam gënjeshtar si babi im. Fjalët e Dritanit e goditën Borën si një grusht.
Një fëmijë 8 vjeçar kishte humbur dëshirën për të kënduar për shkak të ligësisë që ajo kishte vënë në lëvizje. Kishte arritur të shkatëronte jo vetëm jetën e Arbenit, por edhe ëndrat e pafajshme të djalit të tij. Kur mbërritën te pallati ku Arbeni banonte, Bora pa një burr duke vrapuar me dëshpërim nëpër trotuar, qartësisht duke kërkuar digë. Ishte Arbeni, i cili ishte kthyer nga avokati dhe kishte zbuluar se Dritani nuk kishte shkuar në shkollë. Babi bërtiti Dritani duke zbritur nga makina dhe duke vrapuar në drejtim të Arbenit. Arbeni e mori në krah, i lehtësuar, por kur pa Borën duke dalë nga makina, shpreha e tij ndryshoi plotësisht. Ishte një përzierje konfuzioni, frike dhe zemërimi të përmbajtur. Çfarë po bënte djali im me ju? Bora u afrua ngadalë, me duart e ngritura në shenjë paqeje. Arben, mund ta shpjegoj. Dritani erdhi në zyrën time sot. Si erdhi në zyrën tuaj? Ai shkoi atje të më kërkonte. Vetëm për të mbrojtur ty. Arbeni pa djalin, i pabesuar. Dritan, a është e vërtet kjo? Dritani pohoi me kokë, ende në krahët e të atit. Babi, unë i thash asaj se ti nuk je gënjeshtar. Dhe ajo më besoi. Arbeni e uli Dritanin në tokë dhe mbeti duke parë Borën me një shprehje që ajo nuk mund ta deshifronte. Kishte zemërim aty, por edhe kuriozitet. A mund të bisedojmë? Pyeti Bora. Të tre. Janë disa gjëra që duhet t'i them. Arbeni hezitoi, por Dritani i tërhoqi dorën. Babi, ajo premtoi se do t'i rregullonte të gjitha. Unë gjitën në apartament. Bora vëzhgoi mjedisin e thjesht por të mirëmbajtur, fotot e lules në bibliotekë, vizatimet e Dritanit të ngjitura në frigorifer. Ishte një shtëpi reale, e ndërtuar me dashuri dhe kujdes, shumë ndryshe nga apartamenti i saj luksos, por i ftohtë. Arben, filloi Bora kur u ulën në sallonin e vogël, erdha këtu për të kërkuar falje dhe për të rregulluar atë që bëra gabim. Falje për çfarë, saktësisht? Për të gjitha. Për faktin që të thira në skenë atë natë sikur të ishe argëtim. Për faktin që organizova fushatën për të shkatëruar reputacionin tënd. Për faktin që ngrita një proces gjyqësor absurd kundër teje. Arbeni qëndroi në heshtje për një moment. Ishit ju që i shpërndat ato gënjeshtra në internet? Ishte ekipi im, me urdhrin tim. Kisha frikë se videoja do të më bënte të dukuem shfrytëzuese, kështu që vendosa se ishte më mirë që ti të dukueshe fallco. Dhe procesi gjyqësor? Gjithashtu ishte ideja ime. Ose më mirë e avokatit tim, por unë e miratova. Ideja ishte të bënim presion derisa ti të dorëzoheshe nga çdo e drejt mbi atë që ndodhi atë natë. Arbeni u ngrit dhe eci drejt dritares. Mund të shihte disa fëmijë duke luajtur në oborrin e pallatit, duke bërë jetën normale që ai dhe Dritani kishin humbur javët e fundit. Pse po ma tregoni këtë? Sepse djali yt më bëri të kuptoj se kush jam bërë. Ai erdhi në zyrën time, Arben. Një djalë 8 vjeçar mori autobusin vetëm për të mbrojtur të atin. Dhe kur e pash kush kisha qenë unë para se të bëhesha personi që shkatëron jetë për të mbrojtur imazhin e vet. Dritani, i cili ishte ulur në divan duke ndjekur bisedën, u ngrit dhe u vendos pranë të atit. Babi, ajo qau kur më përqafoi. Arbeni pa Borën, duke u përpjekur të kuptonte nëse ajo bisedë ishte reale apo një tjetër manipulim i sofistikuar. Çfarë kërkoni prej meje? Dua ta rregulloj këtë. Gjithçka. Do ta anuloj procesin sot. Do të bëj një deklaratë publike duke marrë të gjithë përgjegjësinë për atë që ndodhi. Dhe do të krijoj një fondacion. Çfarë lloj fondacioni? Për edukimin muzikor të fëmijëve në nevojë. Dhe unë do të dëshiroja që ti të ishe drejtori i programeve artistike. Arbeni qeshi, por nuk ishte një e qeshur e gëzueshme. Ju po më ofroni punë? Pasi më bëtë të humbisja punën time? Po të ofroj një shans që të përdorësh talentin tënd për të ndihmuar fëmijë të tjerë si Dritani. Fëmijë që ndoshta kurrë nuk do të kenë mundësinë të zbulojnë se din të këndojnë. Dhe pse duhet t'ju besoj? Pyetja mbeti e pezulluar në ajër. Bora e dinte se nuk kishte një përgjigje të lehtë për të. Kishte thyer besimin e Arbenit në një mënyrë aq të plotë sa fjalët nuk do të mjaftonin për ta rindërtuar. Nuk duhet, tha ajo më në fund. Unë nuk e meritoj besimin tënd. Por Dritani meriton shansin të shoh babin e tij duke kënduar përsëri pa u fshehur.
Dhe ka qindra fëmijë atje që meritojnë shansin të zbulojnë zërin e tyre. Dritani tërhoqi këmishën e të atit. Babi, a nuk dëshiron të këndosh përsëri? Arbeni pa djalin, pa shpresën në sytë e tij dhe mori një vendim që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Do të pranoj. Por me një kusht. Cilin? Ju do të punoni me mua. Jo si shefe, por si partnere. Nëse do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë siç duhet. 3 muaj më vonë, Fondacioni Harmonia u inaugurua me një prezantim special. Arbeni u ngjit në skenën e auditortit të vogël, tani jo si punonjes i detyruar, por si drejtor artistik i një projekti që tashmë u shërbente 50 fëmijëve të parë. Dritani ishte në radhën e parë, pranë Borës, të dy duke duar trokitur ndërsa Arbeni merrte kitaren që kishte mbetur e fshehur në dollap për 5 vite. Kjo këngë, tha Arbeni për publikun, është për të rifilluar. Është për të zbuluar se ndonjëherë kthesat më të mëdha të jetës sonë vijnë nga vendet më të papritura. Ai filloi të luante dhe kur hapi gojën për të kënduar, zëri i tij ishte ndryshe. Nuk ishte më zëri i ngjirur i dikujt që kishte ndaluar së kënduari nga dhimbja. Ishte zëri i dikujt që kishte gjetur një arsye të re për të bërë muzikë. Në publik, Bora dëgjonte çdo notë dhe kujtonte fëmijën që kishte qenë, gruan që kishte zgjedhur të bëhej dhe personin që po mësonte të ishte. Pranë saj, Dritani këndonte me zë të ulët duke ndjekur melodinë që ja t'i luante. Pas shfaqjes, në prapaskenën e auditortit të vogël, Arbeni dhe Bora u takuan. Faleminderit, tha Arbeni, që më dhatë shansin të kthehem te muzika. Faleminderit që më dhatë një shans të dytë për të qenë një person më i mirë. Ata shtrënguan duart, jo si pronar dhe punonjes, jo si viktim dhe xhelat, por si dy njerëz që kishin zbuluar se është e mundur të rindërtosh nga rënojat. Më vonë atë natë, Arbeni mbërriti në shtëpi dhe gjeti Dritanin duke ushtruar në kitar në tavolinën e kuzhinës, një instrument i vogël që Bora i kishte dhënë në ditën e parë të mësimit në fondacion. Si shkoi mësimi sot? Shumë mirë. Bora tha se mbase mund të prezantohem në aktivitetin e radhës të fondacionit. Arbeni u ul pranë djalit dhe nxori kitaren e tij. Së bashku, babi dhe djali luajtën deri vonë, duke mbushur apartamentin me muzikë për herë të parë që kur lulja ishte larguar. Jashtë, qyteti ndiqte ritmin e tij. Por brenda asaj shtëpie të thjeshtë, kishte rilindur diçka që kishte mbetur në heshtje për shumë kohë, shpresa se është e mundur të rifillosh, se gabimet mund të riparohen dhe se ndonjëherë meloditë më të bukura lindin pas heshtjeve më të gjata. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit, Dritanit dhe Borës të ketë prekur zemrat tuaja. Ky rrëfim na kujton se madhështia e vërtet nuk qëndron te pasja e pushtetit, por te mënyra se si e përdorim atë pushtet për të lartësuar të tjerët. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë rrëfime frymëzuese që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe aftësinë që të gjithë kemi për t'u transformuar. Lini pëlqimin tuaj nëse udhëtimi i shpëtimit të Borës dhe guximi i vogëlushit Dritan ju prekën dhe na tregoni në komente, a besoni se njerëzit mund të ndryshojnë vërtet? Cila situatë në jetën tuaj ka pasur nevojë për një shans të dytë? Historitë tuaja na frymëzojnë të vazhdojmë të sjellim rrëfime që festojnë më të mirën e natyrës njerëzore. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, çdo ditë kemi një histori të re që ju pret.